është propagandë kur Berisha apo kushdo që e njeh politikën, thot që Edi Rama ka investuar për përçarjen e Partisë Demokratike. Pse nuk është propagandë? Se s'ka nevojë për provë. Kushdo që është në pushtet, gjëja më normale që duhet bëjë është të dobësoj kundërshtarin. Pra është e krejt e pa imagjinueshme që me çarjet që ka ndodhur brenda Partisë Demokratike në vite, ai që ka qenë në pushtet e ka emrin Edi Rama apo jo, apo cili do XY, mos përfitonte nga nga shkatërimi që i ndodhi edhe për shkak të Sali Berishës Partisë Demokratike. Dhe kur them edhe për shkak të Sali Berishës, ne e dim shumë mirë që vendosja dhe vijimi me Lulzim Bashën pas 2013-s, nga një situatë që duhet ta çonte Partinë Demokratike në një frym të ndryshme nga ajo që kishte servitur Berisha deri në 2013, nuk rezultoi kështu. Dhe që nuk rezultoi kështu, ka qenë vetë Sali Berisha që pas 8 apo 9 viteve në krye të PD-s të Lulzim Bashës, doli dhe ju drejtua shqiptarëve dhe demokratëve dhe i tha, po gabova. I tha, po gabova me Lulzim Bashën. Ja tha ashtu si që ja thot Edi Rama çdo kujt që kur i del kundër ati vet kthehet në problem. Po, edhe Sali Berisha ja tha, kur i doli vet kundër Lulzim Basha, kur i doli vet Sali Berishës, tha, po gabova. Megjithatë pranoi që gaboi. Dhe kjo situatë është një situatë e cila nuk po e mbledh më veten Partia Demokratike që nga ato momente të këtij gabimi, se demokrate që i kanë thënë Sali Berishës që shiko se gjërat s'po shkojnë mirë, shiko se dualizmi juaj po na dëmton, shiko se s'po kemi një frym kohezive midis të tuve dhe të rinjve, kjo është një histori që shton pafund. Thënë këtë, patjetër që s'ka nevojë për prova, por është fare e normalshme në politikë që ta dobësosh kundërshtarin. Ai ka bërë këtë Edi Rama. Po si, është një qenie e suksesshme politike dhe s'di të bëj ABC-n e politikës të dobësoj, të përçaj dhe të sundoj mbi kundërshtarin. Patjetër që e ka bërë. Nga pikpamja e diagnozës, nëse ne do të ishim në një spital politik sot dhe themi kush nga dy partitë është më e smur, ju do habiteni po t'ju them që sot për mua Partia Socialiste është më e smur. Sepse në Partinë Socialiste askush nuk ka guxim të thotë sa është kalbur trupi i vet politik. E thonë në